Qofse te surja El Name. E 6-ta, mos gabofsha. El Anam, po. Bagëtit. Bagëtit, po. Etimologjikisht Niame, do të thënë begati dhe Enam do të thënë bagëti, që po, se gjuha arabe është gjuha më melodioze në botë. Po edhe ngjan dhe shumë shqipes në shumë aspekte. Në fonetik, në fonetik edhe në melodi. Po. Është një pjesë aty Dario që atë e kam lexuar shumë shpesh faktikisht, sa më kanë ndihmuar që të lë 8 muaj duhanin, që është e vërteta. Kupton? Interesante. Nuk vetëm thjesht lexoja atë darkë për darkë dhe ditën tjetër mos kërkonte trupi duhan valla. Nuk e di çaj fuqie. Po. Se jam merre me këto lloj gjonash me fjalët me Kur'anin ti çoj se s'kam fuqi njerë, nuk di ti përdor edhe po ti kem. Po që më ndihmoi shumë valla. Aty kam kuptuar pastaj xhihadin çfarë është lufta e brendshme. Më them, po hiqa një të keqe që më bën mua. Pastaj lidha me Nietzsche. Domethënë konceptin mbi njeriu. Është një pjesë del Xhibrili, profetit. Mos gabofsha, më korrigjo ti tani se Kurani është libër i rënd. Edhe në qoftë se ti shikon një të paudh dhe orvatesh ta ndihmosh të paudhin, ti tregosh ç'është e drejta, të gjithë mëkatet e ti do të bien ty sepse ka një arsye sepse unë e lash ashtu valla. Se ti është në Kur'an kjo. Në Kur'an në surën El Name. Vetëm edhe s'kemi kod tash se bëhet kështu blackout. Po do ta kontrollojmë. Okay. E më e mend si tani valla. Mbase se kam perifrazuar si duhet, po ky ishte mesazhi. Pra ka një arsye sepse unë e kam lënë paudhin paudh, që tregon një lloj balance. Patjetër. Patjetër këta e harrojnë Kleri, mendojnë që gjithë bota duhet uniformizuar dhe duhen bërë gjithë musliman, po vetë Kurani, një ajet i ngjashëm me këtë po themi që e dita parafrazoj është ti nuk mund të udhëzosh këdo që ti do. Pra, e përdor fjalën dashuri. Ti nuk je i ndaluar të dashurosh njerëzit, po ti je i ndaluar ti udhëzosh ata që nuk duan të udhëzohen. Dhe këtu kuptimi i udhëzimit është një gjë që e bën Zoti, nuk e bën as profeti, e bën Zoti vetë. Dhe profeti thotë aty, unë nuk e di se as çfarë ndodhi me mua, çfarë më pyesni mua, çfarë ndodhi nesër pas nesër me juve etj etj. Kështu që këtë kanë harruar klerikët tan, sidomos në Shqipëri dhe Kosovë, që son një ignorancë tepër e frikshme, shumë e frikshme. E kanë harruar, kanë marrë rolin e Zotit në tokë. Edhe Kurani thotë për rabinët dhe prifterin që i bën zota krahas Zotit. Po si i bën zota krahas Zotit? Se asnjë festë si ka bërë zota në centrin tonë, këta janë zota me esencë hyjnore. I bën duke marrë fjalën e tyre si fjalë të Zotit.